Qëre, mrapa, qëre që ndodhe? Shumë në gjendje kritike jena, ketë fshoti. Shka me bo nuk po digna as vetë. Natën kush ka me në migra 30 në orë, shtën letë. Me ka 4-50 tu, gjuhët në rejkë më njerë. Do me thonë javën tjetër e dërzëm projekte në rehabilitim. Burema mundesh me ardhë me po gjendjen katastrofale të rrugës Saralev Shtime çdo ditë aksidente që 3 vite. U prish rruga ka sharru prej peshave të rana në 2 lokacione. Kanë shtru beton në vend që me intervenu me rregullu këtë rrugë që s'di sa vite është në gjendje të tmerrshme. Mu po m'kujtohet kjo rrugë, për një me është në gjendje të ronë, kemi qenë edhe një herë më herët. Hajde po shkojna edhe të këshyrëm situatën që është që tash ndërkohë, derisa të shkojna mos harroni. Te Pojegu Brothers pikëm i gjeni ofertat më të mira rreth patundshmërisë. Hyp drilën. Më rejtëm të me thonë, kjo është hapësira. Fatmirësisht këto jam vendos sinjalet edhe këto shtyllat e plastikës, cilat njoftojnë që është rrugë e pakalueshme kënej, mirë po këshyren i gjendjen. Ka gjarë rrezik. Herën e fundit kur kemi qenë nuk ka qenë bashkë në qëtë gjendje. Qëre, mrapa, qëre që ndodhe? Do me thonë, për pak me ndodhe aksidenti këto, derisa ishim këto. Tash, kjo fot edhe e kanë zonë veturën tjetër, sigurisht e kanë nëmvlerësu distancën. Absolutisht e tmerrshme. Na jena të fshotit Saralev. Sa është sfiduse me jetu qëtë dhe me kalu që kënejnë që të rrugë, ka gjarë rrezik? Shumë shtire kena, që kjo i 30 vit është që ka ndodhë kjo, edhe kërkush nuk merë mosa për këtë punë me nrejshet në rrugët. Që 3 vite është që 3 vite. Që shametën, kër shametën. Kjo është përgjithësi e ministrisë. Po, A ju përgjithësi. kanë vizitu në i herë, a i një anku në i herë? Jo, s'na kanë vizitu, jena në kus disohe, kush nuk vjen me na vizitu heq. Qashtu kanë ndodhë rosi ati nalë të gjamia, edhe atje goti 3 vjetë që tash e kanë nrejqen, mas 3 vjetë. Shumë në gjendje kritike jena, ketë fshoti. Shka me bo nuk po digna as vetë. Okej. Na që kena me bo tash, kena me kontaktu ministrin edhe kena me këqyrë që ka përna thët qëfar plani ka institucioni i ti për kitë rrugë edhe me mojtë për fjole nëse na jep një datë të intervenimit kur. Nëse që jep dota shumë mirë është, për neve, për krejt poplin që kalon kësajde. Kjo është rrugë internacionale, ma shumë se autosroda kalojnë kësajde për Prizren, për Shkup, për krejt. Kur ma në rrezik natën, ku me kaluë? Me thmi plot, nuk nolën, holki me shpejtësijat moja vinë, s'nolën keret. Sa është rrezikshme me kalu që kënejtu e morë parasysh? Normal që është rrezikshme. Po nuk i rritë gati kësaj, me gjëse, o kanë prishë edhe ma në altë të shkolla e re, Apo? 4-5 muj kanë bërë dhe që e kanë rrisë. Tash këto nuk e dhja shka një veta palësit. Natën kush ka me në migra 30 në orë, shtën letë. Me ka 4-50 tu, gjuhët në rejkë më njerë. Okej njerëz, na i shkrojtë ministrit, zotit Hysen Durmishi, na tha që deri të mërkurën është në pushim, si do qoftë na delegoj të departamenti për menaxhimin e rrugëve, i cili drejtohet nga Rexh Osmanaj. Shkojmë. Përshëndetje, zoti Osmanaj, si je? Përshëndetje. Do shta me ditë qysh është plani i ministrisë për me intervenu aty edhe kur pritet me intervenu? Thëmë drejten, ne kemi pos në plan në rehabilitimin e rrugës Shtime Saralev, edhe në momentin që ka ndodhë ajo rëshitja i dëmtimi rrugës, do më thonë projekti i pëthuj se ka qenë i punum projekti zbatus për rehabilitim të asoj rrugë. Mirë po, në fund mujtë nëntor, shoku i reshjeve ka ndodhë edhe ajo shembja të dëmtimi i rrugës. Po ajo nuk është veç nëntor, ajo është që disa kohë, që një vetë ashtu. Do me thonë vazhdimisht. Ajo u kone blokume vazhdimisht. Që ajo shembje, do me thonë që aty ka ndodhë në momentin që ka ndodhë reshjet atmosferike. Okej, nashta ne i shembje edhe ma masive se që ka qenë. Ja kemi jep kompanisë projektuse detyren. Kompania projektuse është në fazën përfundimtare të hartimit projektit, zbatus.
do më thonë, në fund nëntorit ja kemi jap detyrën me bo projektin. Okej. Në bazë të informatave që i kam, dikun në javën me pritet që kompania me dërzu projektin zbatus të kompletum. Okej, do me thonë javën tjetër e dërzon projektin e Dërzon rehabilitimit. projektin. Na, në momentin që dërzohet projekti, mrena një jave i përgatitim gjitha specifikimet teknike kërkesën. E Mirë qartë. po, tashti është pak edhe një problem tjetër, se na si Departamenti Infrastrukturës Rrugore, që është mas lartë deri me datën 20 e përgatitim jemi, do më thonë, të gatshëm e inicu procedurat e prokurimit. Okej, Mirë po tashti kemi edhe problemin e buxhetit. okej. Për shkak se pa u aprovu buxhetin, na nuk mujmë inicu as Po procedurë. besoj që ajo shumë shpejt aprovohet me konstituimin e kuvendit. Në momentin që aprovohet buxheti, na veç jemi të gatshëm për inicim procedurës prokurimit për sanim të asaj rrshitje, edhe të rehabilitimit pothuajse të komplet rrugës shtimet Saralev. Okej, do me thonë brenda 2 jave, eventualisht, mas shumëti, ju i keni i kryni këto procedurat Na jemi si teknike. departament jemi të gatshëm, vetëm presim, do më thonë, miratimin e buxhetit. Tashti që kina me bu na për shkak të rrezikshmërisë së lartë që ke aty, na kina me kontaktu me Qamil Fekën nga departamenti i menaxhimit të rrugëve tash edhe të paktën gjatë qësaj periudhës kohore derisa të kryen teknikalitetet e projektit, që na tha zoti Osmanaj, të paktën me vendos një semafor, se nuk kushton me vendos një semafor aty edhe ndihmon kogja shumë në evitimin e rrezikut. Unë ja kam përcjell menaxherit kontratës edhe ai është ka mirët me kapacitetin e mundësisë vendosjes së sinjalizimit. Megjithëse ne kemi vetëm kontrata për sinjalizim timror dhe nuk, po sidoqoftë, ne do të mundohemi me siguru atë pjesë, edhe pse ajo është që ka moti që është paralajm. Shumë moti, qashtu. Moti ka, i kemi paralajmëruar, ju kemi thonë 100 njerë, po s'punësh ne do të bëjmë gjithçka që ta kem të sinjalizuar. Aty shenja, dorën zamër aty pat shenja. Nuk është që sish fortifikua ajo zona, është shtirë me depërtu sa janë vendosë këto konat e portokallët. E ke parasysh që vendosën në asfalt, me gozhda. Me program të mirëbërjes nuk kemi pas vendosjen e semaforëve Ajo? mobil. Nuk kanë qenë të programu Jo, vendosjes. qashtu nuk pat semafora, mo ke tepër e nevojshme, se ke këgja një. Është e nevojshme, po na kena prisë ata do ta inicojnë procedurën. Që kanë inicuar për ato manal që dorën zemër u kon pak më pak e domtuar se sa që kjo. Po, amo ajo i shkry. Ajo kësi pak manal. Po kur e kam nisë atëherë, kur nisë atëherë u doshtë edhe kjo bile hollë me një dorën zemër kur e kanë inicuar si procedurë shkruaj, unë kam menduar se pjesë e kanë inicuar. Kur mundeni me bo me... Po sot dhe që ka shku kërkesa sot, në kohën që po flasëm si mora mesazhin me njerë kërkoha për menaxherit sqarime pse s'është bërë sinjalizimin. Edhe ndajmë që është bërë sinjalizimi, po është dëmtuar në ndërkohë. Ne do ta rivendosmi prapë sinjalizimin. Vazhdimisht do ta vendosim me sinjalizim për ato që ne kemi kapacitet. A komendodh kjo gjatë kësaj jave? Po sigurisht se po. Sigurisht se po. Okej, zoti Feka, na do kemi prapë. Okej, javën e ardhshme, po besoj që deri javën e ardhshme intervenohet aty edhe të paktën sinjalizime ekstra. Me sinjalizime e cili sipas raportit menaxherit ka qenë edhe më herën, se edhe më herët kam kërkuar që të ketë kemi edhe maila edhe njoftime dhe sqarime që për këto intervenimet vogla jo se kem nevojë na me prit me auton të bukejt rruga për një intervenim. Ishte zoti Qamil Feka nga Departamenti për Menaxhimin e Rrugëve, na tha që nuk ka pas ndonjë kërkesë prej ekspertizës rrugore për me vendos semafor aty, mos shkojtu e përsërit tash zotin Feka, sidoqoftë tha na kena me marr prap info dhe nëse është kërkesa e ekspertizës me vendos semafor gjithsesi se ka me u boni zgjidhje, çka kena me buna, është kena me nejt në rrjedha, normalisht, si me çdo storje tjetër, kena me shku mas një jave, mas 2 jave, mas një jave kena me shku me këqyr për sinjalistika edhe për semafor, nëse o arrit në i farë konkluzioni që është aty e nevojshme semafori, sidoqoftë,
Pavarësisht asaj, na tha që ka me vendos sinjalistika ekstra derisa te miratëm projektin e rehabilitimit të asoj rrugë institucioni si motër i menaxhimit të rrugëve, që është infrastruktura rrugore, kompetence zotit Rexh Osmona. I që ka që bëjme e njerëz, unë jam Burim Pacolli, mos harroni me që ta mërë gjeni kejt platformat, siguroni një follow me ma po.